Aplikimi I sporteve të shpejtësisë në botë është që një periudhë jashtëzakonisht gjatë trend në rritje, por sigurisht nuk bën përjashtim edhe Kosova, ku një numër I madh I njerëzve në Kosovë ose aplikojnë sportet e shpejtësisë qoftë në sim racing, qoftë në garimet reale. Një nga mysaferët sonte e kemi që I aplikojnë realisht dyjat, edhe sim racing, edhe garimin real. Genc Macula është sonte me neve, faleminderit shumë që jemi me neve. Përshëndetje Naem. Kampioni trefeshti I Kosovës në e-autoslalom. Po, do më thonë për javës të kalume jam shfall kampion Urime. Disciplinë. Edhe ato 3 herë rresht. 3 herë, po, rresht. Prej vitit 2023, 24 dhe tash 2025. Veçoria është që ke fillu vonë më marrë me slalom, me e-autoslalom. Po, realisht me e-slalom nuk kam marrë pjesë kur. Do më thonë, unë jam fan si madh I fnishit edhe I garave, po nuk kam pas nashta dhe shans me tregu veten që kam aftësi tilla. Po e marr fillimisht me sim racing, që tregova edhe më herët prej 2013 ose si fëmijë marr gjithmonë me kere. Më kam pëlqyer kerret, jo marr me kere. Po realisht hera e parë për mua në 2023-ën jam njoftuar çka është me bugar, çka është competitiveness, edhe çka është adrenalina e garave, që është diçka krejt tjetër për sim racing. Interesant është fakti që kur e ke nis dyjat, e ke fituar të njëjtën kohë 2023-ën nëse s'gaboj, edhe simin edhe e-autoslalomin. Po, në 2023-ën u kon prej Sim Race Kosova, më thonë ka fillu I simi me F-nish edhe me Assetto Corsa kompetizione, që unë e kom pas përqendrimin komplet këto. Më thonë u kon e para për kampionateve në Kosovë, edhe jam koncentru absolutikisht këto. Ndërkohë Faske boni këtë shpallin e garës e autoslalom. Sling! Edhe thash, okej, vash sling. Edhe thash, okej, është një shans për mu me kallëzu vetën edhe me këqyr, a jam për këtë sport, a nuk jam për këtë sport. E në këtë sportën e falenderoj shumë, gjithmonë e kam mësues edhe udhëzues në jetë edhe në gara është Bleranda Hasanej, ku pa tonë nuk isha konë edhe këtu pranë. Pe më të mirët ke marrë mësim dorën zemër, me kallëzu dhe te e njeh shumë mirë se e gjatë me to, edhe mu më ka rome, që janë gjatë me to e din çfarë njeri është, po e ka dëshmuar edhe në automobilizëm se çfarë personi. Kampioni shumë fisht në hill climb, për ndryshe është fantastik në çdo aspekt. Çka e veçon e-autoslalomin? Është me automjete elektrike. Po, automjetet që ofron Fasken Opel Corsa elektrike, janë dikon 175 ose 180 kuaj fuqi, elektrike në krejt, edhe ka instant boost, do më thonë, ka kjeri fuqi me njëherë. Nuk I nevoj me prit, edhe në atë peshën që e ka është ta e mdjenin që është shumë më I shpejt, se që është. A është vështirë? Edhe sa vështirë? Se me sa, për me shpjegu pak ma thjesht për dëgjuesit që janë këto momente me neve, bëhet fjalë për vendosjen e konave të cilat duhesh me I kalu në kohën e caktuar. Po, do më thonë pistën që e kanë marrë 2 vitet e para është prej FIA Motorsports 2022-ën që u majtë në Francë. Edhe pista është me kona, edhe në çdo kënd që e prek penalizohesh në 2 sekonda. Më thonë, nëse te e prek veç një kënd në 2 gara që I ki, absolutikisht te e ki hub vendin e parës e dytë, nashta edhe tretë. Se që ato 2 sekonda nuk mundesh kërka me I rikuperu. E mjeshtëria është me pas, që është e thonje, me vëzit ka dale shpejt. Është një thonje që ma ka thunë Blerandi. Me gjetë edhe ato. Po, fix, një mes dyjave. Më thonë, rrezikun mes me push shumë, mi jep shumë zërë, edhe me bo gabimin shumë afër njëna tjetrës. Sakt. E du të me gjetë një farë mesi, e normalisht edhe më konë shumë I qetë me vetën, se është adrenalin shumë e madhe kur ki konkurencë të madhe, e s'do mos me shofera që janë 20-25 vjetë në këtë sport, që kanë marrë pjesë edhe aty. Herën e parë e ke pas me bind vetën që je për këtë sport, por më pas vjen e dyta dhe e treta, këto 3 vjet rresht arrin me triumfu. Qa do të thot në aspektin personal? Në aspektin personal është një achievement që e kom ri, që s'kom menu që e kom me bo, po është konë edhe shumë vështirë, se herën e parë e kom fitu, herën e dytë kom thonë ka këna për qëtë sport, edhe masa një ndërkohë u qelë edhe kjo shpërblimi madh I Valencias, që na konë me reprezentacionin e Kosovës atje, ku dhe aty e kom fitu, po kjo është temë tjetër nëse... Po, e diskutojmë absolutisht. Edhe kur në vitin e dytë, u hap çmimi për Valencia, thash po inkuadrona ma shumë në e-autoslalom, sa apet jem konë në sim race, thash kjo po më të rejkë ma shumë, edhe është diçka e re, edhe po du me provu vetën edhe një herë. A jemi njëjtë, a veç kom pas fat.
Edhe këtu e kom fitu në garën e fundit, edhe jena shku në Valencia, jena konë gjithsejt 7 shoferat Kosovës, dhe më thonë 2 jena konë e autoslalom, 2 në karting, 2 kanë qenë në sim race edhe një u konë në drift, një shqiptar i Francës uarë. Po që u konë aty një arritje e madhe për mu është që në mesin e 81 shteteve, unë e kom arrit me dalë në kualifikim vendin e 3. Wow. Edhe kjo u konë një arritje shumë e madhe për mu që nuk ma ka marrë mendje që muj me bëha cen. Prej një njerit që ka fillu krejt vonë më marrë me këtë sport, me arritjen e parë në Kosovë, plus ndaljen e parë në arenën ndërkombëtare e arrin vendin e 3 në Valencia. Po. Në kualifikime. Tregon pak çysh është ndjenja. Se aty po besoj është niveli i stresit goxha i nalt. Jetu ballafaqu me 81 shtete, me garuz që kanë jashtëzakonisht shumë përvojë për dallim prej teje kur ke marrë ti pjesë në Valencia. Stresi është nivel shumë të lartë, kisha me thonë edhe adrenalinë dhe emocion shumë i madh, sidomos kur e din se jetu e përfaqësu shtetin ton, e shemrin ton edhe i ki flamurat e Kosovës në kjerë, e kini ndjenë që jetu luftu për qatë vend. Po fatkeqësisht s'kena mujt me shku në top 16, për shkak se na kun 2 shofera, shoferi tjetër nuk ka mujt me përformu nivel me mu, kunim dal në vendin e 3, shoferi tjetër në vendin e 27, edhe në fund kur i mbledh se koti në të përbashkëta. Okej. Nuk është dashur më mbledh totali. Po, kur mbledh totali në fund, jena dal në top 18. S'kena mujt me dal top 16. 16 çka ka shkututje. Po në garën e fundit unë e majnë men kur shoferi tjetër i bën disa gabime, edhe kom thonë okej, s'to kom e maksimumin tem. Edhe nësi rëzej 10 kona, pepi maksimumin se s'kam çka me hup. Po hi krejt ose gjithçka. Po, në ato momente adrenalina full, emocione zero. Më thonë më konë veçon edhe kjeri, nuk kom pa kërkën tjetër. As e kom pa marshallin, as i kom pa shikust, as ekipën e Kosovës. Edhe kom thonë pepi gjithçka për me shku matutje. Edhe mojnë men që kër e kom kry garen, kër e kom hek helmetën, që aty ja ka njës adrenalina apet me pampiratë dhe s'kom dit atë që ashtu ndodhë, se në ato momenti më konë vendin e dytë. As se ke ditë rezultatin, as... Hiq kur gjë. Veç e kom ditë që e kom bo matë mirën tem edhe më konë shumë i knas me vetën. Kom thonë, okej, që kjo është maksimum jam. Nashta mu edhe pak, nashta 100 mi hek dikon, më koncentru me ushtru magat, se aty nuk kemi pas edhe shumë hapsim me ushtru, se kemi pas komplet 5 gjirati u dasht mu ambientu me kjerë, me këshyrë sa ka limitin kjere, me këshyrë pistën, me mësum shefcit e pistës, me ditë pikat e tuja të forta, dopta komunësh me marrë ma shumë pojena. Edhe në ato momente në vendin e dytë, kër e kam pa, më kanë thonë, e din qa ki vo, unë zdesha që ka është të ndodhë, Nair krejt, vendi i parë u konë një Norvegjes, një super shofer me përvoj 40 vjeçare, unë në vendin e dytë, ku ndërkohë kry krejt, do më thonë, kjo pjesa kualifikimit, në vendin e dytë u konë i Kroat, unë në vendin e tretë. Për mu kjo konfitore, e madhe, kështu... Realisht, me sa e bisedum, një pjesë e falinderinit e shkon edhe Faskut për faktin që e siguron automjetet për me garu. Se për ndryshe është bo shumë e vështirë për ju e besoj. Po, nëse si shkon që kjo mundësi për i Faskit, nashta unë e shakon këto prezencë, për shkak se është pak problem investimi në kjeret e garave, dush me pas edhe një uri ku me blejt, që ka me bo, është investim shumë i madhe edhe në ko, edhe në para, kështu që kjeret që ofron Faskit, do më thonë, mundet kush do me marrë pjesë në gara. Fantastike. Më thonë, veç duhet me pagu një fi, dush me zgjedh një klub, që në klubet Prishtina Racing Team, Eurogoma, Prizreni në krejt regionet, e pagu një fi, edhe dush me bo një test gjakit me di qfar grupi gjakit je. Okej. Edhe, that's it, mundesh me hi në garë me njëherë. Fantastike. Planet cilat i ki me vazhdu tash me e-autoslalom? Planet po, tash në vitin tjetër ka me qenë përsëri kjo. Apo do të me eksperimentu edhe diçka? Nëse del diçka, ndërkohë, na i formulli shkon mirë. Po dalim pak të formula tash në pjesën e fundit të bisedës. E ke Maicën me shenjën e Senës, pilot më të mirë të botës, kanë zbarku në Interlagos në Sao Paulo, ku do zhvillohet këtë vikend e fnishe, biletashën të zhvillu dhe kualifikimet për sprint. Çka do të thotë Sena, Brazili, Interlagos, besa edhe Monza për ty si person? Sena për mu është përveç një shoferit më të madh në F1, është edhe një njeri që ka kontribu për vendin e vet, për Brazilin edhe për shumë njerëz tjerë, që këtë Maicën e kom blej para 3 jave në Imola, ku e kom vizituar. Në Imola, falë, se e ngatrova me Monzën. Edhe nëse çdo njeri që blen produkt
të Senës, aty mbrapa e ka instituti i tij, Institutet de Ayrton Senna, që këto një përqindje e mjeteve shkojnë për ndihmën e fëmijëve edhe familjeve në Brazil që i kanë kushtet e këqija. Wow. Do thonë kjo është një legacy që e kalon Senna, që e ka nis para se me ndru jetë fatkeqësisht në 94 në Imola, edhe kjo vazhdon domethënë që 31 vjet e më tej. E ke pas kënaqësinë me shku në Imola, me pa tamburellën, me pa bustin e tij, edhe me pa dhomën e hotelit ku ka flajt herën e fundit. Po, këtë trip e kom bo mujën e kalum, edhe u kom pikërisht tripi veç për Senën. Më thonë, u kom një trip që e kom menu që shumë vite ma herët me bo, edhe u kom një eksperiencë jo reale për mu, për shkak se Senën e kom pa veç në video, veç në foto, edhe me shku me pa bustin e tij dhe me pa venin fatkeqësisht ku ka ndru jetë, u kom një ndjenë shumë, nuk di me përshkruajnë e fjallë, si me pas një antar të familjes që po shkon me pa për herë të parë, okay, venin ku është tek është, po edhe hoteli u ka një eksperiencë surreale, se dhomën ku ka flajt Senna në 94-ën, pra 1 maj 30 prill, është e njëjta dhomë që nuk ka ndru kurrë mrena. Më thonë, krejt interieri është i njëjtë. Mundet çdo person, edhe jo mundën e dhone me shku nesër me rezervu me flajt mrena, aty edhe që është interesant që ka një kënd, edhe njerëz lojnë aty memorials, lojnë stikera, çka do që kanë, gjithçka është një kënd veç për Senën aty. Lidhja jote me Senën nuk përfundon këtu. Data e lindjes edhe mosha kur i ka fitu të rititëj janë komplet në gjajshme me ato që ka ke bot të tash. Po. Kuptohet, e fneshme e autoslalom, po ideja e datës lindjes edhe trofejeve e në gjajshme është këtë jashtëzakonshme. Unë e tu këqyrë për Senën, kom këqyrë shumë dokumentar, kom këqyrë gjithë shka për to dhe një të thash, hajtë viste këqyre kur ka lindë. Se për datë kur ka vdek pedim krejt, për shumë data është e njëjtë, 21 mars. Edhe, okej, thash, koincidencë. Ndërkohë tash kur u bona kampion për herë tretë në autoslalom, e këqyri moshën është e njëjtë edhe Senna kur u bona në 91-ën. Cool. Andalu pak të e fnishi. Qysh po doket sezoni aktual? Sezoni aktual faktikisht me çto ndrimet e fundit edhe me pikë që shënë afru Lando me Piastrin, është më interesant se vitet e kalume, kur pedim që një shofer është një boledës superior dhe ka me fitu gjithçysh. Po tash këto nashta më me thonë performanca jo e nalt e Piastrit që po thonë shumica, edhe jo bolidi i njëjtë me Norrisin e kanë bërë që mu afru me pikë. Po në besoj që në këtë sezon Piastri ka me marrë veten, edhe siç e pash më herë edhe në intervistë, Piastri ka tash një konfidencë pak më të madhe. E është këty bolidi tamam i ngjashëm me të Norrisit. Po, tash e kanë bolidin. Se nuk e kanë pas bolidin e njëjtë gara. Po, sa e kom lexuar garën e kalume, Norrisi ka pas bolidin me upgrade. Po. Kurse Piastri ka pas bolidin e vjetër për garës të kalume. A është të ndihmu realisht McLaren e Norrisin me shty deri titullit kampion? Tash jemi këto dy grupe që luftojmë njëra me tjetrën. Unë jam tek kjo që është të ndihmu. Njëjtin grup më bënë. Që është të ndihmu McLareni Norrisit. Masive ka qenë në Monza 5 sekondat me u kompenzu është. Edhe jo veç ajo. Ka shumë indikatorë tjera, po ajo ke kështu me thonë. Po, edhe e fundit që ke e para fundit pak në Singapur, apo ku ke që e roke Piastri Norrisin, më thonë ke shumë agresiv me bashk shoferin ti të ekipit, hajtë bëgoni shofer tjetër, me rok, me qip pak jashtë, aj me u pozita, ati me vazhdu mësë me ashtu pozitën, se ajtë që e ka botë të njëtë në gjakë kërë Papaja Rules. Po, kam shpresë shumë të madhe në Piastri. Edhe në besoj të Piastri, besoj që në fund arrin me u kërëzu me titull. Edhe për fund, kush mbetet piloti jatë i preferun për posë Senës, për këtyre tjerve që të ka bu përshtypje jashtëzakonisht shumë. Përshtypje, Max Verstappen këto vitet e fundit më kalun përshtypje shumë të madhe, të e pa performancën e ti, që është shumë stabil edhe nuk është, me thonë, robot me fjallë tjera. është agresiv sa duhet, edhe është konsistent në çdo lap. Që kjo është për mu konsistenca dhe mu që më ka një mu ngara, me qenë konsistent edhe me qenë gjithmonë maksimumin tënë. Fantastike. Gert Macula, faleminderit shumë që ke sonte me neve. Historia e jashtëzakonshme, shpresoj që vazhdon e arrin suksese tjera. Faleminderit, shpresoj mu pa përsëri bashkë. Po gjithçysh.